Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë gratë mes lindjes? Gabimet më të shpeshta janë në këto raste kur fillojnë dhe për ardhin e gjirit, kur ato stimulojnë veten duke fëmia i vogël hap pas hapi, ditë pas dite kërkon të pi. Në fillim pi pak dhe pastaj fillon e shton sasinë. Por kur ti e stimulon gjirin, të krijon probleme. Dhe ka mastite të shpeshta. Mastite do thot infeksioni i qumshit gjirit. Kemi shumë raste, ja kisha një rast tani që nëna kishte kiste, dhe asaj kishin plas kistet sepse kanalet e qumshtit komprimojnë kistet, i shtypin dhe dilte gjak nga thumbat. Ndërkohë që materniteti nuk e kishte kap këtë fazë dhe e kapa unë. Nuk bën kontrollet paraprake të cilat? E dinte që kishte kiste, por në këto raste nuk jepet, nuk këshillohet qumësht gjiri, derisa të pastrohet e dali qumshti i duhur.